kur jam konë të ishte të thënon, na nuk kemi pas as fizio kryesor, kështu. Nuk kemi pa, kur jam shku atje i kom pa fizio, treningu, fusha, lejtar shumë ma profesionist, kështu, dhe me thonë kom gjetë shumë shqiptar aty. Edhe me thonë drejtën më kanë brit shumë mirë, i kom pasin akon 8 shqiptar aty. Dhe me thonë, kur ishën zhveshtuar se me ma shumë kena pas muzikë shqip se aty. Po, kena pas një gjeneru shumë të mirë, dhe me thonë, jënë kanë Shkel Zengashi, Ilir Dembole, Donat Rudhani, Arjan Çollakun, dhe me thonë, kanë shumë gjenje mirë, edhe nuk e kom pas problem hiç mu ambientu. Normal, çdo fillim është i vështirë se ka pas lejtar që kanë lujt ma shumë se ti, kështu. Nuk kanë lënë mu demoralizu hiç, kanë motivu gjatë gjithë kohës. Me cilën e konë ma i lidh për ty në? Modest. Modest, 3 vjetë ke qëndru, jo shkort. Mirë i kom pas me krejt, dhe më thë shumë mirë i kom pas me krejt. Shkel Zengashën e kemi respektu ma shumë, se u konë ma nemër, ka dit ma shumë, dhe ma shumë eksperiencë. Lejtari komtarës, Shqipnis, shumë. Po ma shumë jena konë të lidh me Donat Rudhanën dhe Ilir Dembole, dhe më thonë jemi konë gjatë gjithë kohës, gjithë jemi konë bashkë të ose edhe ma një mush edhe jeni. Ashtu edhe mas treningu që jemi shku gjithë kemi ongër bukë bashkë, dhe më thonë Donat Rudhanën dhe Ilir Dembole i konë kështu për zemë, se hera e par jashtë vendit, me i pasa, ashtu me të pritësin Kosovë konë shumë gjenje mirë.